Të nderuar shikues, vazhdojmë tutje me emisionin tonë tek pjesa e dytë Musafirin në studio, ku për sonte kam të ftuar Visar Korenicën, ish deputet në Kuvendin e Republikës së Kosovës dhe tashmë me një nismë të re, nëse mund të themi politike, me koalicionin me PD-n do të flasim për zhvillimet e fundit sa përket zgjedhjeve të 28 dhjetorit dhe koalicionet të cilat tashmë vetëm se disa prej tyre edhe janë zyrtare. E nderuar mirëmbrëma Misera. Mirëmbrëma Naim, faleminderit për ftesën. Atëherë, pra ish deputet i Kuvendit të Kosovës dhe tani t'ju prezantojmë si koalicioni i familjes apo ç'është t'ju prezantojmë, ç'është t'ju njohemi ne? Grupi deputetëve cilët kanë arrit një ujdi për një bashkëpunim me Partinë Demokratike të Kosovës në këto zgjedhje tashmë. Ju dhe Emani. Dhe disa të tjerë, diku rreth 6 apo 7 emra do të jenë përfaqësues në këtë listë nga ky grup, me të cilët po shpresojmë që do të kemi edhe përfaqësues në kuvend, duke mbrojtur të njëjtat vlera që i kemi mbrojtur edhe në organizimin e fundit politik. Po më lejoni që me qenë se jemi në prag të 28 nëntorit, t'ju uroj gjithë shqiptarëve kudo që janë festën e flamurit, një festë madhështore e cila sigurisht e ka krejt atë fuqinë e vet ku bëjmë bashkë gjithë shqiptarët kudo që janë, prandaj urime dhe gëzuar për gjithë. Është koalicioni natyrshëm dy deputet, të paktën pra ju që keni qenë pjesë e Lëvizjes së Vendosjes, një parti që nëse mund të themi me dekada ka qenë kushtimisht në luftë me PD-n, që keni qenë edhe pjesë e saj, pra dhe tash së fundmi është zyrtarizuar një koalicion i tillë. Është natyrshëm? Është i arsyeshëm? Kur ka bashkëpunime, ka kërkesa të cilat të duhet t'i akomodohen në një bashkëpunim frytëdhënës, për cilën shpresojmë që të jetë i tillë. Si grup i deputetëve kemi pas kërkesa të caktuara në formën e asaj se si do të implementohen në një qeverisje të mundshme të ardhshme, për cilat i kemi pas të njëjtat për gjitha subjektet politike, pra ka pas angazhim edhe për një bashkëpunim edhe me lëvizjeve vendosje, po pikërisht duke pas parasysh kërkesat edhe të kauzave që i kemi mbrojt në të kaluarën dhe për cilat edhe kemi dalë prej këtij subjekti, po të njëjtën kohë edhe me subjekte tjera parlamentare, në këtë rast PD-n, LDK-n e AK-n, përfundimisht si vullnet i plot i një bashkëpunimi të sinqert, duke përkrahë të gjitha vlerat dhe kërkesat programore, është bë ky bashkëpunim, për cilin do të angazhohemi fuqishëm në mënyrë që të njëjtat çështje të shtyjmë përpara dhe të realizojmë. Pra, ka pas negociata me partitë e tjera, ndërtohet dhe lëvizjeve vendosje, por pikat të cilat ju i keni si kusht për të bërë marrëveshje, nuk keni pajtuar me asnjë parti tjetër përveç me PD-n. Nuk është çështja e pajtimit tonë, është çështja e vullnetit të tyre për të diskutuar dhe pranuar pozicionin për cilën ne jemi thirrë dhe jemi angazhuar për mi mbrojt, siç tashmë ju e dini, vlerat tona kombëtare, familjare, që janë vlera të fuqishme të shoqërisë shqiptare, me mbrojt identitetin tonë kulturor edhe fetar, me mbrojt lirinë tonë besimeve, të përjashtojmë çdo ideologji apo imponim të mundshëm ideologjik në shoqërinë tonë, e veçmas në institucionet publike dhe ato arsimore. Me këtë është pajtuar PD-k? Jo vetëm me këtë, po edhe me shumë kërkesa tjera jashta këtyre pikave, siç është angazhimi i plot në fushën e ekonomisë, angazhimi i theksuar dhe i ndryshimeve të nevojshme në shëndetësi, në arsim dhe në gjithçka tjetër që ka shoqëria jonë ka mungesë sot, e që duhet të gjithë të angazhohemi në mënyrë që të avancojmë shtetin tonë përpara me politika të mirëfillta, në mënyrë që ta ndjejmë fuqinë pozitive të shtetit ka shi mirëqenies së përgjithshme të qytetarëve të Republikës sonë. Prandaj nuk është e kufizuar në disa çështje, po sigurisht kanë qenë çështje ndër më kryesore, ideja që të mos lejojmë
në asnjë rrethon të vinë ligje apo nisma të tilla ligjore që cënojnë drejt për drejt moralin, që cënojnë drejt për drejt familjen tonë, që cënojnë drejt për drejt edukimin e mirëfill të brezave tanë. Dhe për këtë ka pas dakordsi plot nga Partia Demokratike dhe mendoj që me një leadership të ri, siç është Pedri Hamza, do të arrihet të sjellim në vend një qeverisje të cilën e meriton vendi. I besojnë marrëveshjes me PDK-n? Është PDK e besueshme për ju? Ne nuk kemi pas një rast të tjetër ku do të ishim zhgënjur në një bashkëpunim, sepse kanë pas konservatorë të tjerë marrëveshje me PDK-n që kanë qenë të zhgënjur. Nuk të zhgënjur, por më të tratuar. Nuk di, ndoshta në një kohë dhe rrethon tjetër me persona të tjerë kanë ndodhur kjo. Unë uroj që mos ketë një pozicion i ngjajshëm, sepse besoj që çdo tradhti edhe mos mbështetje të pikave programore për cilat ti dakordohesh do të ndëshkohesh prej elektoratit siç ka ndodhur në të kaluarën, dhe besoj që është koha e duhur që çdo marrëveshje e arritur të respektohet në plotëni dhe si përfundim i asaj që çdo palë angazhohet për të mirën e përgjithshme për shoqërinë tonë. Pse jo mi besu VV-s e po PDK-s? Unë e përmenda pak më herët që ne kemi qenë të hapur për bashkëpunim me të gjitha subjektet politike, pa përjashtu edhe lëvizjen e vendosje. Mirë po, nuk ka pas gatishmëri për mi përkra këto nisma ligjore për të cilat ne qëndrojmë mbrapa, e të cilat më herët i janë shtypur përpara në mënyrë jo të duhur nga lëvizjeve vendosje. Prandaj nuk është çështja që nuk ka pas gatishmëri për një bashkëpunim nga ana jonë, por që nuk ka tregu vullnet lëvizjeve vendosje, por në anën tjetër duhet të falenderoj edhe Lidhjen Demokratike të Kosovës që ka treguar një gatishmëri po ashtu pozitive për një bashkëpunim, duke i përkra këto nisma, por që si përfundim, duke bërë gjitha analizat e një bashkëpunimi të ndërsjellët, pozitiv kemi vlerësuar që pozicioni të cilin e kemi marrë është më i duhur për të shkuar përpara projektet dhe këto kauzat tona në dobi për vendin tonë. Çka nëse ju trajton PDK? Do të ndoheni edhe nga ai grup parlamentar ose nga ky koalicion? Këto janë konsekvenca për cilat duhet t'i bartë përgjegjësi pala e cila trajton një marrëveshje. Në këtë rast, absolutisht nuk do të vazhdohet një bashkëpunim më tutje derisa shohim që nuk i përmbahen një marrëveshje për cilën jemi rënë dakord. Sepse po kjo PDK është e cila e kemi një udhëzim administrativ që pra i kemi pasherën kushtimisht dhe kemi të qëndrimet edhe të Pedri Hamzës se përket kodit civil i cili ka qenë as pro as kundër. Nëse keni dëgjuar në disa intervista. Në këtë drejtim të dy parti politike, pra edhe ata që e kanë vendosur këtë udhëzim administrativ të kundërligjshëm, por edhe këta që nuk e kanë vendosur që janë pushtet, janë njëjtë. Dikush e ka vendosur, tjetri po e mirëmban. Kemi fol edhe kemi marrë garancinë e tyre që kjo udhëzim administrativ do të ndryshohet dhe më nuk do të ketë problem. Pra, PDK ju ka premtuar që udhëzimi administrativ ka më ndryshu? Absolutisht po, sepse kemi kërku garantimin e plot të drejtave dhe qëllërive të njeriut edhe sa i përket besimit që të ushtrohet në mënyrë të drejtë të plot në vendin tonë. Pa e mohu të drejtën edhe të vajzave të cilët duan ta vendosin shamin në shkollat tona, qofshin ato publike apo private. Po gjitha pikat e marrëveshjes apo kushtet, nëse mund të themi, është pajtu PDK, është pajtu kryesia PDK-s së cilat ju kanë ditë pak a shumë edhe çfarë kushte keni ose cilat pika për çka dhe jeni ndonë nga vendosja. Po unë i përmenda, janë ato kauzat kryesore për cilat ne jemi angazhuar edhe në zgjedhjet e fundit ku kemi marrë besimin e një numri të madh të njerëzve që kanë vlerësuar angazhimin tonë pozitiv dhe të sinqert dhe për cilat ne i kemi kundërshtuar edhe brenda subjektit në cilin kemi qenë, por që nuk kanë tregu gatishmëri me i përmirësu ato dhe me shku tutje përpara në interes të qytetarëve të Republikës Kosovës. Pra nuk ka pas në interes nga lëvizja vendosje me e heku udhëzimin administrativ, nuk ka pas gatishmëri nga lëvizja vendosje me
eliminu çdo pengesë të mundshme nga e drejta e ushtrimit të lirë të besimit në vendin tonë, nuk ka pas gatishmëri nga lëvizja vendosje të rishikohen tekstet shkollore tek të cilat padrejtësisht janë fut elemente që cënojnë moralin e drejt për drejt të fëmijëve tanë, ku në mënyrë të padrejtë i është imponu shoqërisë sonë të mësojnë për gjëra të tilla sikur një familje mund të bëhet burr me burr e gru me gru, apo që gjenia mund ndrohet përmes hormoneve, apo që të shtyhet përpara një ligj i cili drejt për drejt cënon edhe vetë integritetin njerëzor të individit, duke u jep të drejtën secilit me ndru gjinin sipas ndjesisë. Jo vetëm kjo, po dhe shumë tjera, shumë nisma tjera ligjore, të cilat janë shty përpara edhe një forme edhe mënyrë të imponueshme, kemi vrejtë që kjo nuk ka përmirësim dhe prandaj ka ndodhur ajo shputja në atë periudhë dhe gjithë këtë amanet po ja besoni një parti siç është PDK. Unë besoj që nuk duhet kemi vijat kuqe në kuptimin e bashkëpunimit të partive përderisa ka gatishmëri për me ju përmbajt një marrëveshje politike. Çështja është nga pas lufta deri më sot ne vazhdimisht kushtimisht jemi trajtuar nga parti të ndryshme çështja e shamis, pra është diskutuar nga pas lufta deri më sot. Prandaj përmenda pak më herët që ata që kanë trajtuar në një marrëveshje politike, ata e kanë mësuar më shumti. Shikoni theuni mbrapa. Dy ka qenë në 2014, 2015. Po shikoni, po nuk janë më, e keni pa që nuk kanë qenë më në pushtet. Po kanë humbur pushtetin. Në momentin kur fillon me tradhtu, me kthyer interesat individuale, partijake, sigurisht që kemi psu. Unë mendoj që një leadership i ri, në krye me Bedri Hamzën, me njerëzit të provuar me integritet, nuk do të lejojnë që të tilla gjëra të përsëriten, dhe kjo tashmë nuk është në përgjegjësinë tonë, është në përgjegjësi të dy palëve që me e mbështet në vazhdimsi pikat programore për cilat kemi rënë dakord. Ka zgjatur shumë negociatat, bisedimet? Jo shumë, afati ka qenë një javor, të gjitha partitë politike e kanë pas një afat të dhënies së përgjigjes për kushtet e kërkuara. Mendoj që ka qenë i mjaftueshëm. Dhe në këtë drejtim reflektimi më pozitiv kemi gjetë te Partia Demokratike e Kosovës dhe prandaj edhe ka ndodhur kjo marrëveshje me synim që të kemi përfaqësues tanë aty. Por nëse nuk po gabojmë edhe i pari i LDK-s, Lumia Abdixhiku i bën një fjalë ftesë zyrtare pas. Po, absolutisht po e ritheksoj, një falënderim të veçantë edhe për Lumirin dhe të tjerët, edhe deputetët tjerë, të cilët na kanë kontaktuar që janë pjesë e LDK-s, të cilët kanë shprehur gatishmërinë për me qenë pjesë e tyre, megjithatë është dashur të vendoset me një subjekt, jo vetëm LDK-ja, po ashtu edhe AK-ja ka treguar gatishmëri të plot për bashkëpunim, por që mundësia më e madhe ka qenë në Partinë Demokratike në kuptimin edhe të vendeve të rezervume, por që edhe në kuptimin e asaj se si qëndron rrethi ynë edhe mbështetësit tanë për me mujtë me kapitalizu sa më mirë pjesëmarrjen tonë në sa po në rrjetet sociale nuk është me pritë edhe shumë koalicioni juaj me PDK-n, tu e ditë historikun e të kalumës së kësaj partie që ka qenë në pushtet. Është e drejtë e secilit me kundërshtu një nismë të tillë bashkëpunimi, sepse jetojmë në demokraci, njerëzit shprehen lirë në mënyra të ndryshme. Konsideroj që nuk duhet të ketë fyrje ndaj njeriu si njeri që ka vlerën e vet hynore, pajtueshmëria apo pajtueshmëria gjithmonë ka me qenë si shprehje e lirë në vendin tonë. Njerëzit komentojnë mbi atë çfarë shohin në publik, e jona është me tregu seriozitetin në aktivitetin tonë publik. Qëllimi kryesor është që të angazhohemi, që të përmirësojmë gjendjen momentale në shoqërinë tonë, në mënyrë që shoqëria jonë të prosperojë herës përpara, të pas parasysh vlerat për cilat ne thirremi si shoqëri. Cila do të jetë moto e juaj në këtë zgjedhje? Çfarë do t'i premtoni elektoratit? E po e ritheksoj. Kauzat të cilat i kemi mbështet, çështjet që kanë të bëjnë me përmirësimin e mirëqenies së qytetarëve tanë. Në këtë kuptim, kërkesa për rritjen e pensioneve nga 150 në 250 euro kanë gjetë mbështetje nga Bedri Hamza. Pastaj edhe njoja e kontributit
nga ana e nënave të cilët kujdesen për fëmijët e tyre, të njohet si angazhim pune, kujdesja për fëmijët dhe për familjen. Pra të njihet ajo në pjesën e kontributit gjatë periudhës së pensionimit. Dhe shumë benefite tjera të cilat shoqëria jonë duhet me gëzuar dhe nuk po i gëzon sot. Një kombinim i politikave që aty ku gjejmë, pra edhe politikat e shnosha ekonomike, sa i përket lirisë së zhvillimit të bizneseve në vendin tonë, pa imponim shtetëror, politikat të mirëfillta sociale të cilat ndikojnë drejt për drejt në mirëqenien e familjeve tona, po ashtu duke pas kujdes të veçantë në arsimimin e brezave tanë, të cilëve ju mungon një udikim i mirëfillt, po shohim që vendet e ndryshme po zhvillohen, po ecin përpara, ne do të angazhohemi që fëmijët tanë, brezat tanë të kenë qasje të mirëfillt edukative arsimore në institucionet tona në mënyrë që të mos mresim mbrapa me zhvillimet të ndryshme teknologjike arsimore që ndodhin në vendin tonë dhe më gjerë në kuptimin e zhvillimit të mirëfillt të brezave tanë, të fëmijëve tanë. Pra, një angazhim jo i caktuar në një drejtim, po në të gjitha fushat për me mujt me hes përpara edhe me u angazhu fuqishëm që shoqëria jonë me prosperu. Për me qu qëto pika kauza përpara, do të përdyka me fituese me qenë pjesë e qeverisjes. Ndryshem nëse mbetet në opozit, shumë gjane janë pa mëndra. Ne kemi një republikë parlamentare që edhe qeveria, po edhe çdo funksion tjetër në shërbim të publikës raporton në Kuvendin e Kosovës, edhe duke mos qenë në qeverisje, ka shumë mënyra tjera të cilat ne mundemi me kontribu për me ndryshu një proces të caktuar shoqëror, qofshin ato përmes ligjeve të ndryshme apo nismave tjera ligjore që përmirësojnë jetën e përgjithshme të qytetarëve tanë. Sigurisht që do të angazhohemi që të kemi një qeverisje më ndryshe, më të mirë, sigurisht duke vlerësuar edhe të kalumën e qeverisjeve që kanë ndodhur për sferat e ndryshme pozitive, por që duke u angazhu për ato ku kemi ngesje, duke mos lënë anash asgjë në kuptimin e asaj që mbetet diçka pa u zhvilluar në vendin tonë. Përmend sektor ndryshëm, pra edhe në arsim, edhe në shëndetësi, edhe në ekonomi të përgjithshme, angazhim i plot që qytetarët tanë ta ndjejnë fuqinë pozitive të qeverisjes, të mos ketë diskriminim në asnjë rrethana dhe të mos ketë imponim për politikat e ndryshme që mundën me kenë pasojë e mos zhvillimit në shumë drejtime. Pra e thënë fillim që do të jeni 6 ose 7 kandidat në brenda kësaj liste apo? Do të kemi ndonjë grua më mbulesë? Mund të ketë, po nuk është asgjë që ne mund vendosim kusht, po nuk ka përjashtim të askujt që vendos ka gatishmëri për më angazhu në mënyrë publike për interes përgjithshëm të shoqërisë tonë, dhe nuk duhet t'i dallojmë njerëzit me mbulesë apo pa mbulesë, gjithë duhet të trajtohen në mënyrë të njëjtë. Mund të ketë edhe kandidat që mund të kenë mbulesë, absolutisht është vlerë e po ju votat i llogaritin tek muslimanët, tek fetarët. Jo në kuptimin e përgjithshëm. Në kuptimin e përgjithshëm, fetarët ju dojnë dhe ju votojnë, jo të tjerët. Absolutisht nuk qëndron. Kush mendoni që ju ka punë deputet në Kuvendin e Kosovës? Qytetarët e Republikës Kosovës, pa dallim. Shumicë muslimane. Po, ne jemi shumicë muslimane në vendin tonë, po që mund të na votojnë edhe katolikët. Pra, po hezitoni më jap meritën fetarëve që ju kanë votuar? Nuk përjashtohet merita e askujt. Dikush më pak apo dikush më shumë. Atë po e them, sigurisht që ne jemi 94% me statistikat fundit në vendin tonë musliman, dhe shumica e votave vinë prej muslimanëve në vendin tonë. Por që nuk dallojmë peshën e votës pse jep një musliman apo një katolik. Mendoj që si përfaqësues popullit, në të përgjithshme duhet t'i trajtojmë njerëzit në mënyrë barabartë. A mendon që ju voton një katolik juve? Absolutisht po. Pa përjashtim. Unë kam pas personalisht edhe vazhdoj të kem kontakte me njerëzit që janë edhe të fesë tjetër, por që na kanë votuar në zgjedhjet e kaluara.
Cili ka qenë interesi i tyre me votu për shkak të kodit civil, po mënoj kauzës? Parimësisë. Parimësisë, qëndrimi në parimësi. Nuk mendoj që duhet me dallu një. Çfarë parimësie bëhet fjalë? Po në çështje që është në interes përgjithshëm të shoqërisë, qofshin ato kundërshtimet e fuqishme që i kemi pas sa i përket ndikimit të ideologjive që nuk janë në dobi të shoqërisë sonë, siç e kemi pas përplasjen e madhe në kodin civil që imponon të nenet ku shoqëria jonë nuk i mbështet ato, pa në mënyrë përgjithshme edhe katolike dhe musliman, çdo besimtar i vendit tonë, po edhe ata që në një farë forme nuk janë praktikues fes, po mbrojnë me fanatizëm vlerat tona kombëtare, nuk i përkrajnë ndryshimet e tilla sepse nuk janë vlerë, sepse ato cënojnë moralin e shoqërisë sonë. Në përgjithësi, them që ato kauzat dhe parimet për të cilat ne qëndrojmë janë ato për të cilat secili qytetar i Republikës së Kosovës në një formë apo formë tjetër i përkra. Sigurisht, po eri theksoj që jo vetëm ne, po çdo parti tjetër politike do të ketë shumicën e votave të muslimanëve për me qeverisë vendin tonë. Sepse jemi shumicë musliman si vend. Janë diskutuar sigurisht edhe numrat apo renditja, që është shumë e rëndësishme edhe në garën zgjedhore. Po, ne do të kemi në çdo 10 numra, pra nga 1 deri 10 një përfaqësues, nga 11 deri 20 përfaqësuesin tjetër, pra në çdo 10 do të kemi nga një kandidat. Pra në 10-shën e parë keni një. Po, në 10-shën e parë një, në 10-shën e dytë një dhe kështu me radhë. Do të jetë Emani në 10-shën e parë? Mund të jetë, nuk janë përmbyll ende emrat, por që besoj që do të jetë Emani, duke pas parasysh që i prind të bashkëpunimi edhe si prijesi i këtij grupimi politik që në të ardhmen afër po punohet për të themeluar një subjekt tashëm politik në vendin tonë. Ashtu që kemi thënë edhe në fillim. Mund të di me emra të tjerë, pra është Emani, po, është Emani, mund të jem unë, është ambasadori Amir Ahmeti, do të jetë doktor i shkencave Bernard Tahir Begolli, do të jetë profesor Gzim Qerimi, mund të ketë edhe emra të tjerë, po do të definojmë. Profesor Gzim Qerimi është pjesë e juaj, po, nuk është e PDK. Ajo është pjesë organizative e një projekti ton politik, bashkarisht që e kemi nisë, nuk ka aderu në PDK, po e mbështet bashkëpunimin ton, bashkë me neve. Nuk dini se keni pasur në Facebookun, por Bedri Hamza e mi pritin në zyrën e tij në PDK, pra si aderim e llogarit të tij. Nuk e di që ka aderu në PDK. Pra mund ta lexojmë edhe lajmin këtë saktësisht, por ai është quhet si aderim. Do thotë ishte pjesë e ty në. Unë mendoj që nuk e di a qëndron kjo, ndoshta mund të jetë edhe ndonjë lëshim, sepse edhe në publik është përdor lista për familje, mendoj që nuk ka qenë korrekt përdorimi i emrit listës, sepse ka qenë një kontribut i përbashkët i 4 grupeve, prandaj mendoj që mund jetë ndonjë lëshim, nuk e di, mund të jetë edhe ashtu. Pra, po gjem edhe lajmin sakt këtu. E përmend çështjen e koalicionit familjes, pra nuk është më ky koalicion, nuk ekziston më. Jo, nuk ekziston, se ka përfunduar 3-4 grupime politike që kanë kontribuar në rezultatin për cilin e kemi gëzuar në. Përndryshe Bedri Hamza ka shkruar, thotë në ekipin tonë mi pritëm doktor Gzim Qerimin, profesor i asociuar në Universitetin e Prishtinës e kështu me radhë. Do thotë në ekipin tonë e mirë pritëm i bie që është bashkë. Jo, nuk i bie. Kur aderon, kur shumë aderim i bie, po na kanë mbrojtur edhe neve në ekipin e tij. Është e njëjti kuptim. Po nuk ka përmendur këtë koalicion, do thotë ka përmendur siç jetë mbetet më parë, sepse negociatat për kyçje të gëzimit në PDK kanë shkuar në vijën tjetër të bashkëpunimit. Si profesor i asociacion jo në kuadër të grupit, po në kuadër të një, le të themi, bashkëpunimit që ka qenë edhe më herët midis PDK-s dhe gëzimit. Prandaj mendoj që nuk ka aderu në PDK, po është pjesë e ekipit bashkë me neve, i cili ka me dhënë kontributin e vetë në këtë organizim. Në ka sa përket gjenisë femërore ende s'keni emra?
do të ketë, besoj, dy emra, po do të definohen shumë shpejt. Përmendet çështjen e grupeve apo bashkëpunimit për koalicion me familjen. Nuk po du më hyj shumë në atë çështje, por besoj që edhe një është interes pjesës tjetër sepse kanë filluar ato akuzat kundër akuzat në mediat sociale, kush ka fajt e ka fajt. Pra ne kemi menduar edhe unë personalisht që do të jeni bashkë në këtë garë zgjedhore. Tashmë do thotë jeni koalicioni vetëm Kosovë që keni pas do thotë keni qenë shumë jetë shkurtër. Çështja ju besoj unë dhe të tjerë që nuk do të ndoheni prap i pjesa tjetër në mbetër. Në çdo organizim, vendimarrjet për vazhdimësitë një organizimi politik shkojnë te përgjegjësia individuale. Në rrethonat në të cilat ne jemi ndodhur në nënshkurt, ideja ka qenë e përbashkët që tre grupe të shkrihen në një subjekt politik, po për shumë arsye të ndryshme, për shkak të vendimarrjeve individuale, ky projekt nuk ka vazhduar si projekt i përbashkët, ka përfunduar me përfundimin e zgjedhjeve të nënshkurtit. Disa prej njerëzve të cilët kemi bashkëpunuar bashkë, grupeve që kanë qenë pjesë e koalicionit, kanë themeluar një subjekt tjetër politik. Kanë marrë pjesë në zgjedhjet forca rekombëtare, kanë marrë pjesë në zgjedhjet lokale, dhe që prej atëherë, domethënë ka qenë e qartë që ndoshta jo për publik mjaftueshëm. Saktë pas një asamblesë në Rahovec, nëse gabuam. Jo. Unë personalisht e kam mbështet një kandidat për asamblesë, por nuk ka qenë në kuadër të asnjë organizimi politik, përveç pjesë se ka garuar në mënyrë si pavarur, si kandidat i pavarur. Për sqarim, pra lista për familje ka përfunduar me zgjedhjet e nënshkurtit dhe aty kemi kontribuar 4 grupe në atë rezultat, pa mohu angazhimin e askujt, por që për shumë arsye nuk ka vazhduar tutje, jo për dëshirën time, sepse jam munduar që... Këto shumë arsye, kanë arsye që elektorati prapë me pas dëshirë, ambicie, me ju besu dhe me ju votu. Pra, ky shpjegimi juaj shumë i shkurtër, është i mjaftueshëm për pjesën tjetër të cilët po vazhdojnë t'ju kritikojnë në mediat sociale, të kenë paragjykim se shkuan në PDK dhe prapë filluat mirë dhe përfunduat shumë keq. Nuk kemi përfunduar keq në kuptimin e... Pra kemi përfunduar të ndam, në rrugë të ndara. Në rrugë të ndam nuk kemi pas një marrëveshje në kuptimin e të pakushtzuar për vazhdimin e një aktiviteti të ri politik pas përfundimit të zgjedhjeve. Pra kemi pas një ide, mirë po për shkak të vendimeve individuale të personave të ndryshëm, nuk ka vazhduar projekti më tutje, nuk muj me qujt dështim, unë jam jashtëzakonisht i kënaqur me rezultatin që kemi mri bashkarisht, por që rrugtimi politik mundet me ndryshu varësisht prej vendimarjeve. Situata që jemi sot nuk është dështim? Gjendja që jemi sot nuk është dështim? Unë mendoj që nuk ka asnjë dështim nga ana jonë, përderisa secili prej nesh është angazhuar me mbrojt vlerat për cilat jemi thirrë. A kishte me qenë një rrethon tjetër edhe më i mirë në këtë situatë, mendoj që ka mujt më prodhu një situatë më e mirë, më e favorshme, por që nuk varet individualisht prej një njeriu, duhet me qenë vullneti i shumicës, por në raste të caktuara mundet mos me pas vendin e vet aty ku ne dëshirojmë. Por megjithatë nuk e vlerësoj që është një dështim. Për shembull, kemi rastin e doktor Ferit Draganit, i cili po flitet që do të shkojë në LDK. Unë uroj që të zgjidhet deputet aty dhe kontributin e tij me dhënë drejt për drejt në kuvend, qoftë edhe në qeveri, sepse vlerësoj jashtëzakonisht shumë profilin e tij të një profesionisti të veçantë në shoqërinë tonë. Do të bashkëpunoni nëse do të bëheni deputet ju bashkë me Feridin dhe të tjerët që e keni ndarë rrugët tani për tani, por do të mund të bashkoheni në kuvend. Nuk ka në koncept vlerave që të cilët ne i përfaqësojmë, edhe për çka angazhohemi, nuk kemi vijat kush nda askujt. Absolutisht çdo ku kushojmë njerëz përfaqësues politik, të cilët i ndajmë vlerat e përbashkëta, kemi me bashkëpunu në që me i quaj ato përpara. Sepse ky është interesi edhe qytetarëve të Republikës Kosovës, me pas përfaqësues të dinjitetshëm brenda në Kosovë, brenda parlament, thënë më saktësisht, ku i shtyn përpara kauzat që janë interes të përgjithshëm.
në interes të drejtë për drejtë të qytetarëve të Republikës tonë. Mendoj se e kemi dëshmuar këtë gatishmëri, por që rrethanat ndryshme politike krijojnë një pozicion të ri karshis situatës, për shembull para 4-5 muaj nuk i kemi parashikuar që do të kemi zgjedhje të jashtëzakonshme. Sepse kemi pritë që të ketë një gatishmëri, një opozita dhe pozita të gjitha një rrugë, në mënyrë që të themelohen institucionet. Në këto rrethana ku ne ndodhemi tashmë, është dashur të merre një hap i tillë ku mundemi më mirë dhe më shpejt të jemi në kuvend në mënyrë që vlerat për cilat kemi thirrë, kauzat për cilat i kemi mbështet, me i shty përpara. Ky ka qenë vlerësimi i joni, edhe në bazë gatishmërisë së forcave të mëdha politike që kanë treguar për një bashkëpunim të përbashkët. Visar, ju dëshirojmë suksese në rrugëtimin tuaj të ri politik. Faleminderit kaq që kishim kohë. Faleminderit edhe për ftesën, shpresojmë shimin përsëri. Të nderuar miq, takohemi nesër dhe atëherë mirëmbëngjes.